Gazetarja dhe autorja Mira Kazhani ka mbledhur të gjithë miqtë dhe bashkëpunëtorët më të afërt për të festuar inaugurimin e librit të saj më të ri Një ditë tjetër. Në këtë libër, Mira rrëfen me guxim dhe ndjenjë përjetimin e saj gjatë betejës me kancerin, një histori frymëzuese për forcën dhe shpresën. Festa u organizua në ambientet elegante të lift, ku atmosfera ishte ngrohtë dhe plot dashuri. Në mesin e të ftuarve ishin figura të njohura nga bota e artit, mediave dhe miq të saj të afërt. Mira shkëlqeu në superform, duke treguar se jeta është gjithmonë një ditë tjetër për të vazhduar përpara. Autoria falenderoi publikisht të gjithë ata që e kanë mbështetur në këtë rrugëtim të vështirë, por plot dritë. Ngjarja u shndërrua në një mbrëmje plot emocion, reflektim dhe mirënjohje për jetën.